çka po përvidhet këtu nuk është vetëm apo i ndryshon qëndrimet Kurti. Për shembull, ka thonë ndryshe para 6 muajve, tash po ndryshe, ajo po se po që është problem. Problemi është pak më i madh, se këtu nuk është vetëm ndryshimi i qëndrimeve për arsye pragmatike. Këtu Kurti është vendosur nga një person që ka thonë që nuk bën me bë kompromise në çështje thelbësore, sepse nuk mund me qenë interes i vendit shimi, në një person i cili thotë duhet me lëshu edhe me bë kompromise kur është interes i vendit. Po dakord, po qështu se cila marrëveshje që jo bë për Kosovën, dhe se cili kompromis që është bë të kaluarën, është bo me qëtë spjegim. Po bëjnë kompromis në interes vendit, dhe kodin interes vendit shumicën e kohës. Mund tjetë edhe kjo, mësë kështë kuptojnë, s'pa thomë që sështë. Vetëm se kjo është mendimi politik, edhe qëndrimet politike të Albin Kurtit janë të kthyera me kokë të poshtë, thënë, në këtë rast, edhe në rastet tjera të më hershme që e kemi pa këta. E treta është, për shembull, unë i dëgjesha të thonë, po zbatohet ligji. Nuk po zbatohet ligji. Fakt, ligji po zbatohet në disa pjesë. Po jo krejt, se ligji nuk lejon me pas si dallim. Edhe ligji nuk o zbatu as pe si u miratu. Po zbatohet tash. Absolutisht. Domethënë tash ka postim të zbatimit të disa përgjegjësive ligjore për një pjesë të caktuar të popullatës për arsye politike, të cilën e ka bërë si marrëveshje kryeministri. Tash, nëse këto e marrim edhe trajtojmë nga formaliteti edhe funksionimi formal i institucioneve, kjo është shkelje e rëndë. Nuk mund kryeministri me vendos që po e suspendojnë zbatimin e ligjit për një kohë. Nuk e ka këtë drejtë. Kryeministri duhet të zbatu këtë ligjet pavarësisht, apo jo? Në këtë rrafshin formal. Tash kjo është negociatë politike dhe këtu me kuptojmë. Mirë po, ma mirë për shembull me lënë qasi klauzola të përkohshme në ligj, që e vendos kuvendi dhe thotë që ky ligj do të zbatohet. Mirë po që to lehtësira do t'i bëjmë për këtë komunitet, sepse e kuptojmë ku është çështja dhe problemi, se sa mi alon dorë kryeministri që kjo me thonë, a dhe çka s'po i zbatojmë ligjet kur duhen. Se kjo është për me shkelje e rëndë. Pavarësisht që jemi në negociata e dim çfarë procesi është ai kështu me radhë. Pra nuk mundet kryeministri, nuk ka të drejtë, as ky e as të tjerët, para ti e as të tjerët që do të vinë pas ti, me suspendu një pjesë të ligjit, sepse ai po konsideron që është në interes të vendit. Se ka këtë drejtë. Dhe në të rast, unë që kuptova, Albin Kurti pikërisht këto e ka dakordu. Edhe e katërta, që për mua është e rëndësishme, është që nuk është që ka ndryshu Bashkimi Evropian qëndrim të Ashtë i Kosovës. Ramabaja po thot po. Po, Ramabaja e dëgjova edhe Astrid Qeta. Nuk ka ndryshu kur gjë, për kundrazi. Nëse te e këshyrë për shembull deklarimet e kryeministrit në përkohë, jo vetëm për personat, po për produktet e personave, për shembull kryeministri neve na ka thonë që marrëveshja në Bruksel edhe në Nohër, është marrëveshja më e mirë që ka pas Kosova në herë, apo? Po. A është ashtu? Po, ka thonë. Kur mriç ke marrëveshje? Në kohën e Borrellit dhe Vllajçov. Apo? Po. Qysh mujnë që ta dy që të kanë kohën kastësi, e kastësia pas kanë urrejt Kosovën, me deliver, me e ofru një marrëveshje kaq. Me prodhu dokumentin cili vetë kryeministri Kurti ka thonë që është më i miri që ka pas Kosova deri tash. Ramavoj, po nuk gati më përgjigjesh. Jo, de facto. Nuk kam Ramavoj. Unë se kam telefon me Ramavoj, nuk veç po duhet që çera, mos më mendu qytetarët e Kosovës. As që BE-ja ka qenë armiqësore ndaj Kosovës në të kaluarën, e as që tash ka ndryshuar dhe u bë kush disa armiqësore. Është e njëjta BE. Çdo kërkesa BE-ja i ka pas edhe në të kaluarën. Që kjo kërkesa për mos me zbatu ligjin për të huaj, kuptimin që me kriju akomodim për interesat e serbëve të Kosovës, është kërkesë e ka hanoqme që e përmeni edhe Astrid edhe Imerja, vërshime e ndokës për di, prej shtatorit. Që prej dhetorit, unë e kom një ikëm, do më thonë në bisreta me përfasus të BE-s, që procesi i negociimit të zbatimit saj në raport me shëndetësinë dhe arsimin ka fillu, që prej dhetorit. Unë e kom një, ajo ka një mekanizma herët. Do më thonë, ka shumë mundësi që pas atij takimin me ambasador të Kvindit, qeveria e Kosovës ja ka nisë me folë për këtë punë. Që e ka prodhu që ta? Do më thonë, kej bjen gati një, 5-6 muaj, që kanë folë për këtë punë, kur gjë nuk kanë ditë qytetarët të Republikës Kosovës. Edhe për një herë në një qëtune, delë dhe thotë, ati që ka i pranum qëto edhe për dumat mu. Që kjo sjellje, për menimin tem, e dëmton Republikën e Kosovës sepse e dëmton kredibilitetin në procesin e dialogut. Mendoj që procesi i dialogut është dashur me u kthyer me sy kredibil nga qytetarët e Republikës Kosovës dhe pastaj me pas sukses në implementimin e tij. Nëse njerëzit nuk i besojnë asaj ose nuk dinë kur gjë, atëherë ti mundesh ato me shpall kur dush, për shembull, qasje armiqësore ka shi Kosovës sikur
potentara ma boja me bo për BE-n kur ka qenë aty Borrelli dhe Llajçaku. Pra as atës kanë pas qasje armiqësore, as tash nuk e kanë kushtetin sa Qasje asimetrike, thash. Është e njëjta BE dhe po vazhdon. Armiqësore dhe asimetrike janë dy. Jo, e njëjta BE, tash që këto dyja janë njëjta, tash e njëjta BE. Është e njëjta BE që po vazhdon sipas planeve dhe projekteve e marrëveshjeve të nënshkruar deri tash në Bruksel, që ka qenë kërkesë e vazhdueshme e Bashkimit Evropian. Dhe e fundit, domethënë, nëse kjo që ka ndodhur sot ndërlidhet çysh e tha dhe zoti Sorensen me marrëveshjet e kaluara, ai bjen që Kosova megjithatë po i zbaton disa pjesë të marrëveshjes së Ohrit, Brukselit dhe Ohrit, pa ndryshim, pa tërheqjen as letrës Brnabiqit e pa mfethash. Që ka zbatuar plot tjera të kaluara. Që është ka pak në një fazë shumë të vogël, natyrisht, jo të madhe në asociacione, po të vogël, zbatimi i jashtëm i marrëveshjes. Për të cilën unë kam qenë gjithë dakord, po lëvizja vendosi ka qenë gjithmonë.